Jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt me ditarin e fundjavës, do të flasim për gjeopolitikën. Donald Trump tha se kjo që po ndodh sot nuk ka ndodhur prej 3000 vjetësh teksa firmoste planin e tij të paqes mes Izraelit dhe Palestinës. Në fakt, një titull i tillë lajmesh na ka shoqëruar gjatë shumë viteve, sepse të shumta kanë qenë dhe përpjekjet për paqen në lindjen e mesme, pasuar nga i njëjti numër dështimesh. Por këtë herë është presidenti amerikan ai që si triumfator nënshkroi një dokument i cili hap kaq shumë pyetje dhe debate sot. Ne do të flasim pikërisht për këtë situatë dhe këtë faqe të re të politikës së botës, përmes asaj që ndodh sot në një rajon ku zakonisht gatuhen dhe zhvillimet e së ardhmes. Do të na ndihmojë për këtë profesori dhe eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare, Mentor Beqa, që na është bashkuar në studio. Përshëndetje, mirë se erdhat. Faleminderit për ftesën. Nësi. Atëherë, besoj ju e dini mjaft mirë dhe e kuptoni që ka një lloj pikpyetje, një lloj skepticizmi. A do të zgjas kjo marrëveshje paqe dhe sa do zgjas? Së pari duhet të definojmë konceptet siç duhet. Nuk kemi një marrëveshje paqe. Do ishin shumë të lumtur sikur të kishim një marrëveshje paqe, por ne duhet të lexojmë përtej retorikës dhe propagandës që është krejtësisht e natyrshme për stilin e të komunikuarit të presidentit Trump, që mbas 3000 vjetësh sjell paqe në lindjen e mesme. Natyrisht që kjo zonë ka qenë oazë qetësie edhe në kushtet kur Europa digjej nga flakët, ishte në kushte të tmerrshme lufte e kështu me radhë. Pra nuk kemi të por natyrisht që kjo hiperbolizimi i çështjeve është në stilin e presidentit Trump. I duhen dhënë të gjitha meritat sepse ne po dëshmonim një genocid i cili po shfaqej para syve tanë dhe po kryhej online në transmetim të drejt për drejt. Dhe natyrisht që ndalimi i këtij genocidi është një arritje e madhe. Aktualisht ne kemi një dakordsim nga palët për të pushuar luftimet. Dhe jemi në këto kushte. Por edhe në kushtet kur kemi dakordsim nga palët për të pushuar luftimet, ne kemi parë që ka thyerje të armëpushimit dhe vetëm mos gaboj vetëm dje Izraeli vrau një familje prej 11 vetësh palestineze. Pse? Sepse kishin kaluar vijen e verdhë imagjinare që është dakordsuar në planin e presidentit Trump. Pra, ne shohim që ende ky dakordsim është fragjil, është shumë i brisht. Një. Zdyti, natyrisht që ky është një moment i parë me shpresën për të shkuar drejt një marrëveshje më gjithëpërfshirëse, që parashikohet në planin 20 pikësh të presidentit Trump, i cili është garantuar nga një seri palësh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 3 palë të treta që kanë dalë garant në emër të palestinezëve dhe të Hamasit, siç është Turqia, Katari dhe Egjipti. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dalë garant për Izraelin, sepse palët në ndërluftim nuk kanë nënshkruar deri tani as një marrëveshje, as Izraeli, as Hamasi. Pra jemi në këto kushte. Nëse momenti i parë i këtij armëpushimi, i cili përgjithsisht është realizuar me shkëmbimin e pengjeve dhe të ndaluarve palestinez nga ana e Izraelit, ne shpresojmë që do të lëvizet në hapin e dytë dhe të tretë të planit 20 pikësh të presidentit Trump, i cili supozon demilitarizimin e Hamasit, vendosjen e një qeverisje efektive në Gaza, largimin e trupave izraelite nga rripi i Gazës dhe krijimin e kushteve për krijimin e një shteti funksional palestinez në hapësirën ndërmjet lumit dhe detit. Do t'i marrim me radhë disa nga këto çështje, por në përgjithësi fakti i prekët deri diku, ka shumë njerëz që evidentojnë tek ky plan paqe element që në këndvështrimin e tyre çalojnë. Flas për ekspertët çështjeve ndërkombëtare. Nuk e di nëse ju mendoni që planin e vetvete parë në tërësinë, vetëm kjo fazë e parë, paraqet disa element ku mund ngjallin le të themi pikpyetje apo e bëjnë të vështirë realizimin praktik të tij. Për shembull, ju përmendët demilitarizimin e Hamasit, unë për shembull kam dëgjuar shumë komente që mendojnë që një grup terrorist është i vështirë të shpresosh që do demilitarizohet vetë, ndonse nuk është se kanë munguar le të themi precedent në nivel botëror, kemi pasur raste të tilla deri